Identiteti shqiptar, dëgjoni mirë, bone mend mirë, identiteti shqiptar sot lidhet me Shqipërinë. Është të varë, është në të tashme. Kur flasmi për identitet shqiptar, më njerë nënkuptojmë Shqipërinë si shtet. Atë më kuptoni? Se këto pasi akademikët duan të manipulojnë ose manevrojnë me ignorancën e njerëzve duke i përzi germat, fjalët, kodet me qëllim me orientu grupin më të madh shqiptarëve atje ku dojnë ato vetë me shku, që për mu është një vodolaki e paspjegueshme. Pra, kur themi identitet shqiptar, identiteti shqiptar lidhet sot me Shqipërinë. Kur themi shqiptar, më njerë nuk kuptojmë Shqipërinë, se Shqipëria është shtet.